Ministria e Punëve të Brendshme e ka të vështirë të identifikojë IP adresat e kompjutereve apo celulareve, prej ku janë dërguar mesazhet kërcënuese në emailat e shkollave për gjoja bomba të vendosura, që nga viti 2023 e këndej. Mesazhet të tilla janë dërguar edhe në shkolla, por edhe në institucione shtetërore. Arsyeja pse nuk mund të identifikojnë adresat është se kërcënuesit përdorin rrjete virtual, gjë që e pamundson të mësohet se kush është. Ju njoftojmë se numri më i madh prej tyre janë dërguar nga IP adresa të huaja, gjëgjësisht nga rrjet privat virtual, i cili shërben për fshirjen e IP adresave të vërtetë. Gjithashtu kishte edhe disa IP adresa nga vendi edhe për të njëjtat është vepruar dhe janë dorëzuar kallëzime të nevojshme deri te prokuroritë publike për denoncimet e fundit në Shkup dhe Kumanov. Ju njoftojmë se po udhëhiqet hetimi i përgjithshëm për atë se kush është dërguesi mesazheve kërcënuese elektronike. Kërcënimet me bomba po praktikohen tani më disa vite me radhë dhe deri tani, i vetmi rast ku janë identifikuar kërcënuesit ishte në fillim të këtij viti, në muajin shkurt. 2 fëmijë të moshës 14 vjeçare ishin thirrur në bisedë informative pasi ishin identifikuar nga policia se kanë dërguar mesazhe kërcënuese për bomba të vendosura deri te 2 shkolla fillore dhe 2 shkolla të mesme në Shkup. Prej tyre policia vetëm kishte konfiskuar celularët. Për të qenë më rehat nga kërcënime të tilla të rreme, Ministria e Arsimit kishte bërë thirrje deri te të gjitha shkollat që në komunikim intern të shfrytëzojnë adresat zyrtare elektronike, të cilat janë krijuar nga vetë Ministria, siguria së cilës është me vërtetim të dyfisht të kyçes. Megjithatë, me rëndësi është vendosja sigurimit nëpër shkolla apo kamerave të sigurisë. Kërkohet prej tyre që t'i shfrytëzojnë vetëm adresat të zyrtare të mashit, sepse siç thash, edhe javën e kaluar, kërcënimet e rreme, respektivisht ato sulme hibride, u bën në adresa të tjera private apo me provajder të tjerë. Kërkohet pa kohë, por nëse shkollat respektojnë rregullat, shpresoj se sulmet e tilla do të jenë shumë të vështira dhe ne shumë më lehtë do t'i menaxhojmë. Vetëm pardje ishin dërguar email mesazhe me përmbajtje kërcënuese deri te gjithsej 47 shkolla fillore në Shkup dhe Kumanov. Pas kontrollit të policisë, u konstatua se kërcënimet janë të rreme.